të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, edhe sot me lejen e Zotit të Madhërisëm na bën nder që të jetojmë disa minuta nga jeta jonë e shkurtër në hijen e porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sot me lejen e Zotit të Madhërisëm ndalmi te porosia e dytë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili na tha se në na porositi duke na thënë bëhu i kënaqur, jeto i kënaqur me ata që Allahu të ka dhënë, do t'jesh pasuniki më i madh i kësaj bote. Vëllezër, këto fjalë të Rasulullahit me i pa kështu janë të shkurtra. Mirë po kur i analizon, i studion, vjen përfundim se me të vërtet janë fjalë adekuate për njeriu, janë ilaç për zemrën e njeriu. Sepse është interesant në jetën e kësaj bote çish smuhet trupi fizik i njerit, edhe Zoti na ruaj çish smuhet mendja, smuhet edhe shpirti. Edhe pse njeriu është krijesë komplekse, është e krijuar prej aspektit fizik. Aspektin fizik e bën ashti, mishi, gjaki e kështu me radhë. Pastaj ka një aspekt psiqik, psikologjia, truni, mendja e kështu me radhë. Dhe faktori i tretë në trupin e njerit është shpirti, që e din Zoti Madhërisëm formën, përmbajtjen, madhësinë e kështu me radhë. Mi po vëllezër, është interesant që edhe shpirti smuhet këtë dunja. Jo në kuptimin që smuhet ana fizike, ose si smuhet ana psiqike. Por një lloj smuje ku njeriu, kur të smuhet shpirtërisht, shumë gjana shë gabim në jetën e kësaj bote, edhe nëse janë në rregull. Kur lëndohet shpirti, shumë gjana i duken prapë në këtë dunja, në realitet aty janë marrë. Por ja që kjo është lëndu, ky shpirt është lëndu, ka dalë prej ati perimetrit të rahatis, edhe ky nuk i sheh më gjanat, nuk i ndjen gjanat mirë. Dhe një prej smundjeve që e kaplon shpirtin këtë dunja është pasioni i madh shumë për dunjan, edhe mos leximi i drejtë i kartës së jetës. Dhe unë po mundona me thjeshtu termat, sepse na duna me bod tersin e kuptueshëm. Po nga njerë pa tjetër do të mi përdor formulat që me kuptu për shkak të fjalë. Pra vëllezër të dashur, një prej sëmundjeve shpirtërore është kur njeriu ka pasion të madh, të pakontrolluar ndaj jetës, edhe pastaj nuk i sheh mirësitë e jetës. Që një shembull thjesht. A keni pa pasunik në këtë dunja që nuk e zë gjumbi ta natën të mendu se mu më bëj varfër? Unë kam taku njerëz në jetën e bote pasunik ndaj. Edhe çka kërkon ai me bisedu me mua, thot nuk më zë gjumbi natën sepse tut na ka me dek i varfër. A milioner është? Subhanallah. Dhe ai nuk i shet mirat që Allah ja ka dhënë. Edhe shumë tjerë në këtë dunjë. Sepse u ka smu shpirti, edhe shejtani mallkun ja ka gjet kodin. Tu jetuaj si pasunik si shet mirat. Nuk i shet mirat. Sepse shejtani mallkun ja mbjell varfrin para syve. Çka thon Allahu në Kur'an? E shejtani ja mbjell varfrin para syve. Ne i themi po pse s'po shkon në çabe, në haxh. Kryeni obligim që Allahu të ka caktuar. Pse s'shkon më shëtit, për shembull, shka këshyri dhuntit e Zotit në dunjat? Jo, thot, sepse harxhohet pasuria. Pra nuk i shet mirat. Pejgamberi sa më na thot, kënaqur me ata që Allahu të ka dhënë. Do t'jesh pasunik i më i madh. Sa Allahu ka dashur më të bën nder, më thon shfrytëzoje jetën mirë. Shfrytëzoje të mirat e Allahut xhallahu ala. Se një ditë s'kemi pas.
Edhe një ditë ka më t'i marrë dikush pa dashje. Pasha Zotin pa dashje ka më ne marrë dikush një ditë. Pa vullnetin tonë. Pra kur smuhet shpirti vëllezër, edhe shka më interesant, nuk ka spital në këtë dunja që e shëron shpirtin. Keni pa për shembull sot 60 drejtime në mjeksi, repartet ndryshme, kur kun nuk e ki një repart me thonë këtu i shërojnë shpirtat. Veç i lumi Allah në Kur'anin familjarët ka zbrit formula të shërimit shpirtit. Sepse aja njeh njeriu më mirë se çdo kusht tjetër. Aja njeh njeriu se vetë ka kriju. Ja njeh edhe dimenzionin fizik njerit, që e kemi na, ja njeh edhe dimenzionin psiqik, e din dhe ku shkon mendja njeriut. Por ja njeh mbi gjitha dimenzionin shpirtëror që njeriu se njeh. E aje ka dërgu një pejgamber me i kallëzu njerëzve qysh me shëru anën shpirtërore, qysh me ecë këtë dunja e me pas shpirtin mrena perimetrit vetë, edhe me i shiju të mirë dhe se bote. Dhe në tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, knaqu me ata që Allahu të ka dhanë, do t'jesh një pasonike më i madh. Vëllezër, unë jam i qëti populli, që këtu kum lind, jam rrit, edhe e di bashkë ka mendojna, që një shembull thjesht, nëse bojnë analiza, kur ky popull s'ka pas ma shumë se sot, kur në histori të shqiptarisë nuk ma men historia shqiptare që ky popull ka pas ma shumë se sot. Ama nuk ma men historia e popullit tonë që ka pas njerëz ma shumë të paknaqur se sot. Pse? Na pasmi, e pse jemi paknaqur? Sepse është lëndu shpirti. E pastaj se lexon mirë kartën e jetës. Nuk je i kënaqur me kurxhan. Nuk je i kënaqur me kurxhan, subhanallahu. A pejgamberi alayhis salam e dinte mirë diagnozën e kësaj jete. E dinte mirë çu shkalohen këtë jetë edhe çu shijohet jeta. Ai tha, kënaqu dia për nerë Zotit, por ata që t'i ka dhënë. Kur të fillon me i çmu ato që i ki me pas se sa është e lumtur jeta. A nëse vendos ti kriterin e nënshmimit, zhvlerësimit gjanave, ti zban përshtypje, ti ndash e patë një telefon 500 euro ndesh 5.000 euro, nëse ti e zhvlerëson ti s'ja di vlerën. Sepse ke vendos një kriter të gabushëm. E kur ja di vlerën, e shes se sa të ban dobi dhe sa të ban të lumtur çaj që ki në dorë jetës e botë. Vëllezër, është një ajet në Kur'an, subhanallah, e dietarët e mëdhaj kanë thonë, në ditën e gjykimit tek janë disa njerëz që Zoti Madhërisht pindëshkoj ka fort në xhenem, Allah i na ruaj. Aq fort sa që ndoshta edhe murët e xhenemit trishtohen prej dënimit. Edhe Allah pyet ka e di pse i dënoi të njerëz. Pse? Thotë se ju kam dhënë të mira në dunja dhe si kanë pa të mirat. Ju kam dhënë të mira në këtë dunja dhe ata i kanë përbuz, si kanë pa të mirat. Qysh është e mundshme si të qomin mëngjes deri në mbrëmje në komi. Pa ka vëlla, a ka ndaj të mirë në këtë dunja që du të me pa në si njerëz. A ka ndaj vlerë kjo jetë, a ka ndaj vlerë kjo pasuri që Allah në ka dhënë. Që na dënon elhamdulillah o Zot që e kemi ta. Qysh është e mundshme si të ulmi, si me tri, si me plesh, si me gjenatës mesme, si të ulmi në tavolin, nëse rri 10 minuta, 10 ankesa kimi pa, kimi një. Nja nuk e një të thonë, o elhamdulillah, kur ma mirë se mi kanë, o vëllezër. Kur ma mirë se mi kanë. Në ka thonë Zoti shumë. Por e kemi lëndu shpirti dhe nuk për i shofmi, të mirat e Zotit më të rishëm. E Allahu po na thon Kur'an, në ditën e gjykimit kur ti ndëshkoj një grup të njerëzve, Allahu po ju thoj ka mos keni hise të mira këto më. Pse? Edhhabtum hasanatikum, i keni harxhuar të mira në dunja dhe s'keni qenë falëndërues.
Kur s'ke thonë elhamdulillah o Zot që kam? Kur s'ke jetu në ditë i lumtur? Me thonë po bre kam. Se sa ma shumë që ta nkohesh, ma janon bëhet bara dunjas. Vëllezër, kjo dunja sa mire ka poshu pejgamberi alayhis salam. Ka thonë kjo dunja i përngjan sikur therav. Me bë me nshu njerin pa hirin thera. Thot sa herë të jep zor me dal, shkoqet. Sa më shumë që të thellohesh në këtë dunja, ka një copë të jek. Kështu u kriju kjo. Kjo u kriju mës mi me ndorë kur kujna. E din shka është mës mi me ndorë kur kujna kjo dunja? E ke pa kjo toke bekunës rritet, shkja shka është? E sa njeri këtu e ka hangë kjo tokë me njësa merë. Para dite kanë qitë kufi, një popull mas ditja kanë hekë. Kanë me shku kështu njerës. Kalimtar. Allahu për edhe mera hisën shatë takon. Mos u mundo me mbizotru sepse kjo dunja është me madhe se ti. Edhe ti ke ardhë me hisët anë. Knaqu me ata që Allahu të ka dhanë, dija për nerë Zotit madreshën për shumë të mira që i ki, bëu falëndërues ndaj Zotit për të mira që i ki, dhe shijohe sepse vesh njerë vjen jetën e kse bote. Vesh njerë. Ma për zëtë zvimas një anë i beneve. E qërë sa bukur në thot pejgamberi alayhis salam, thot knaqu me ata që Allahu të ka dhanë, do t'jesh njeriu më i lumtur në jetën e bote. E Allahu po thot në Kur'an, po flet dhe po thot wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. E nuk ka krijes që kam prun këtë dunja e që unë s'ja kam caktuar riskin. A din ti çka po ndodh në tokë? A kujdeset në kush për miliarda gjallësa në deti? A e din ti kur hanë dhe kur pinë ato? Se din. Kush e di? Krijuesi vet. Allahu xhalla wala. Aja ka me risk, me mision, dhe me mision del për se bote. Ka me mision, vese ka dhënë Allah ise. Edhe njeriu, di pse njeriu është misionar i madh, sepse Allah i ka dhënë mendje me lexu kartën e jetës. Por këtë arsye është misionar i madh njeriu. Pra vëllezër të dashur, duhet mja ditë për merë Zotit madhreshëm nëse një prej shkaqeve që bën njerin të lumtur është kur ai kënaqet me ata që ka. Nuk po them se s'ban me pas ambicie njeri, mos të kesh kuptomi. Këtë dunja duhet me pas ambicie njeri. Mirë po, masi ta japmi kontributin, të shfrytëzojmë mekanizmat, ne do t'i kthehemi kënaqësisë me ata që Allahu na ka dhënë. Por ndryshe jemi të palumtur. Por ndryshe jemi të palumtur. Dhe kemi raste të tilla sot, e dje, pardje, e nesër, mas nesër, se si njerëzit duke mos i pa të mirat e Zotit, e kalojnë këtë jetë në vështirësi. Nuk i shijojnë të mirat që Allahu ja ka dhënë.